Siguresa, në shitje gjithmonë kemi një pyetje që klientët na i bëjnë pyetje të çuditshme. Klientët bëjnë një pyetje që ti se ke llogarit fare. Për shembull, ai vjen aty edhe shefa të dyqanit, për shembull, po them dyqanin në sezon të kojit, e thot, sa e ke rrogët ti? Sa vjet ke kom, a ju majnë i qik mire? Ose a je martu me ti? Ose dhe ka lloj vëdëligjesh. Kjo është një anë. Ka dhe ana tjetër që t'japin një pyetje për produktin që ti se di. Për shembull, do shesim këtë gotën, edhe thot ai, ha, duron kjo gota në 40 gradë, ti se di. Okej? Është ky ilaçi, a ndihmon në shtatzanin ky ilaçi? Se di ti paracetamol po për kokën ditë që ne dam për shtatzanin. Atëherë, çfarë bëjmë? Mos bëjmë si mjeshtra, edhe të bëjmë si, po kemi këtë që quhet siguresa, e diskutojmë me menaxherin, edhe themi kur klienti na bën një pyetje që ne s'dim ta bëjmë. Si i themi? Përgjithsisht duhet, okay, do flas me shefin, kjo është një pyetje që na i bëjnë shpesh klientët, ose kjo është një pyetje pazakonta, nuk e di se si, po ke një që quhet në xhep, dhe ti kjo të ndihmon që mos kesh frikë nga klienti. Përgjithsisht neve kur kemi një klient të mençur, të zgjuar, kemi frikë se çfarë pyetjesh do mboj ai, do